Horoskopi ditor, e diel, 4 janar 2026. Dashi. Më 4 janar 2026. Universi ju inkurajon të jeni të vendosur në ndërveprimet tuaja personale dhe profesionale. Me Marsin në sektorin tuaj të komunikimit. Kjo është një ditë e fuqishme për të shprehur mendimet dhe idetë tuaja me qartësi dhe bindje. Ndërsa hëna formon një kënd mbështetës me Jupiterin sot. Optimizmi dhe entuziazmi juaj do të jenë gjitës, duke hapur potencialisht dyert për mundësi të reja. Mundësitë e ralla për të zgjeruar njohurit ose udhëtimet tuaja mund t'ju tërheqin fort. Qoftë në punë apo në shtëpi, besoni në aftësitë dhe aftësitë tuaja. Një projekt krijues që ka qenë duke u pjekur në mendjen tuaj mund të gjejë prizën e përsosur sot. Prandaj jeni të vëmendshëm ndaj frymëzimeve spontane. Në dashuri, nëse jeni beqar, dikush intrigues mund të zgjojë interesin tuaj. Për ata që janë në një lidhje, shfaqja e mirënjohjes mund të thellojë lidhjet emocionale. Mos harroni, ekuilibri është qelësi, shmangni marrjen e shumë përsipër menjëherë. Përdorni energjinë me mençuri dhe sigurohuni që të keni kohë për t'u rimbushur. Mbani një sy në financat tuaja pasi mund të linë një shpenzim i papritur. Demi. Sot sjell një fokus në bashkëpunim. Pasi dielli nxjerr në pas sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta. 4 janari 2026 është një ditë për strategji rreth sipërmarrjeve të përbashkëta ose partneriteteve. Mund të gjendeni në skenar që kërkojnë aftësi negociuese dhe kompromisi mund të çojë në rezultate të dobishme reciprokisht. Hëna në harmoni me Saturnin inkurajon planifikim të kujdesshëm dhe vlerësim të zellshëm. Financiarisht qëndroni me këmbë në tokë dhe rezistoni ndaj blerjeve impulsive. Ndikimi i Venusit, planetit tuaj sundues, rrit sharmin dhe diplomacinë tuaj. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në alianca produktive. Prandaj dilni nga zona juaj e rehatisë. Marrëdhëniet janë të theksuara, me një nevojë për komunikim të ndershëm dhe një fokus në ndërtimin e besimit. Beqarët mund t'i gjejnë takimet e papritura freskuese, ndërsa demat e përkushtuar mund të thellojnë lidhjet e tyre përmes qëllimeve të përbashkëta. Prioritizoni kohën për relaksim në mbrëmje. Pasi një mjedis qetësues ndihmon qartësinë emocionale. Kushtojini vëmendje shëndetit. Stresi mund të shfaqet fizikisht nëse nuk adresohet përmes praktikave të vetëdijshme. Binjakë. 4 janari 2026 është një ditë e shkëlqyer për ndjekje intelektuale. Merkuri, planeti juaj sundues, favorizon aktivitetet që përfshin të mësuarit dhe komunikimin. Nëse keni menduar të filloni një kurs ose hobi të ri, pse të mos zhyteni sot? Krijimi i rrjeteve mund të jap rezultate të frytshme pasi kontaktet e reja mund të sjellin njohuri ose mundësi të freskëta. Kurioziteti juaj është i nxitur dhe diskutime tërheqëse mund të nxisin ide inovative. Në vendin e punës, puna në grup do të lulëzojë. Prandaj jeni të hapur ndaj projekteve bashkëpunuese. Shmangni përhapjen e tepërt të vetes duke i dhënë përparësi detyrave në mënyrë efektive. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga dialogët e qartë dhe të hapur. Keqkuptimet mund të sqarohen duke lejuar që lidhjet të thellohen. Nëse jeni beqar, një takim i rastësishëm mund t'ju intrigojë. Takimet shoqërore ka të ngjarë të jenë gjallëruese, duke ofruar takime argëtuese dhe romantike të mundshme. Balanconi energjinë tuaj mendore me aktivitetin fizik sot, pasi kjo mund të mbajë nivelet e stresit në nivel të ulët. Ndërsa mbrëmja afrohet, gjeni ngushëllim në një libër të mirë ose në një film për t'u çlodhur dhe për t'u rimbushur. Gaforria. Energjitë qiellore të sotme theksojnë shtëpinë dhe familjen. 4 janari 2026 ngjall një ndjenjë nostalgjie dhe ngrohtësie, duke ju nxitur të lidheni me të dashurit. Ndikimi i hënës në shenjën tuaj rrit ndjeshmërinë emocionale dhe intuitën, duke e bërë atë një kohë ideale për të zgjidhur problemet familjare me empati dhe mirëkuptim. Balancimi i angazhimeve të punës dhe detyrave të shtëpisë mund të duket sfidues, por me një planifikim të kujdesshëm, mund t'i menaxhoni të dyja. Financiarisht shmangni vendimet impulsive. Përqendrohuni në vend të kësaj në stabilitet dhe siguri. Ndikimi i Neptunit sugjeron që të besoni instinkteve tuaja, por të mbeteni të kujdesshëm ndaj situatave tepër idealizuese. Marrëdhëniet thellohen përmes bisedave kuptimplote dhe ana juaj edukuese duhet të shkëlqejë sot. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ngjall një ndjenjë rehatie dhe familjariteti. Nëse jeni të lidhur, planifikoni një mbrëmje komode në shtëpi ose një gjest të përzemërt për të forcuar lidhjen tuaj. Për të ruajtur mirëqenien, angazhohuni në aktivitete qetësuese si meditimi ose një shëtitje në natyrë. Ekuilibri është thelbësor për të ruajtur shëndetin tuaj emocional dhe fizik. Luani.
Nivelet e energjisë rriten ndjeshëm sot, ndërsa dielli ndriçon sektorin tuaj të kreativitetit dhe kënaqësisë më 4 janar 2026. Përqafoni shpirtin tuaj të gjallë dhe kërkoni rrugdalje krijuese që ju lejojnë të shprehni talentin tuaj unik. Marrja e drejtimit në projekte në grup mund të nxjerrë në pa aftësitë tuaja udhëheqëse, duke frymëzuar ata përreth jush. Sharmi dhe shoqëria juaj natyrore amplifikohen, duke i bërë angazhimet shoqërore veçanërisht të dobishme. Sidoqoftë, mos harroni të përfshini kohë për relaksim në kalendarin tuaj shoqëror. Prania e hënës rrit aftësinë tuaj për të përshtatur me rrymat emocionale të situatave, duke ju udhëhequr drejt vendimeve të thella si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Në dashuri, nëse jeni beqar, mund të gjeni veten të rrëmbyer papritur nga dikush i ri. Për ata që janë në marrëdhënie të përkushtuara, një takim argëtues ose surprizë mund t'i jap jetë të re lidhjes suaj. Mbani syt hapur për mundësitë financiare, veçanërisht ato të lidhura me sipërmarrje artistike. Për të mbështetur shëndetin, angazhohuni në aktivitete fizike të gëzueshme që mbajnë humorin tuaj lart dhe nxisin qëndrueshmërinë. Virgjëresha. Shtrirja kozmike e sotme jep mundësinë e përsosur për vetanalizë dhe rregullim të rutinës së përditshme. 4 janari 2026 ju inkurajon të analizoni qëllimet tuaja dhe të vlerësoni se ku nevojiten përmirësime. Energjia e diellit në sektorin tuaj të punës nxit vëmendjen ndaj detajeve dhe përsosjen e procesit, perfekte për të marrë me detyrat që kërkojnë një prekje të kujdesshme. Mund të ndiheni të tërhequr për të riorganizuar hapësirën tuaj të punës ose shtëpinë, duke krijuar një mjedis më efikas dhe frymëzues. Venusi rrit vlerësimin tuaj për estetikën, prandaj përqafoni kreativitetin në mjedisin tuaj. Komunikimi është qelësi në marrëdhënie. Shmangni mendimet e tepërta dhe përqafoni dialogun e hapur. Beqarët mund të gjejnë ndërveprime interesante me njerëz nga fusha të ndryshme të jetës. Lidhjet e vendosura përfitojnë nga gjestet e menduara mirë dhe ëndrat e përbashkëta. Financiarisht, ndjekja e një qasje konservatore do të sjellë dividend. Në shëndetësi, mos harroni se ekuilibri është jetësor. Përfshini praktikat e vetëdijes ose aktivitete të buta si yoga për të ruajtur ekuilibrin. Përfundoni ditën me mirënjohje, duke reflektuar mbi arritjet tuaja dhe duke vendosur qëllime për përpjekjet e ardhshme. Peshorja. Nën konfigurimin qiellor të sotëm, marrëdhëniet marrin përparësi. 4 janari 2026 ka të bëjë tërësisht me nxitjen e harmonisë dhe lidhjeve më të thella me njerëzit përreth jush. Pozicioni i hënës ju ndihmon të depërtoni në një kuptim më të thellë emocional, duke e bërë atë një kohë ideale për të zgjidhur konfliktet ose për të forcuar lidhjet. Diplomacia vjen natyrshëm për ju dhe sot do të jetë veçanërisht e dobishme në përballimin e çdo sfide ndërpersonale. Profesionalisht, bashkëpunimet mund të hapin dyert për projekte emocionuese. Prandaj përqafojeni punën në grup. Diskutimet financiare duhet të trajtohen me qartësi dhe drejtësi, në përputhje me ndjenjën tuaj të lindur të drejtësisë. Në dashuri, peshorët beqare mund të gjejnë dikë që rezonon me vlerat dhe aspiratat e tyre, duke përgatitur potencialisht skenën për një marrëdhënie kuptimplote. Për ata që janë në një partneritet të përkushtuar, një bisedë zemër më zemër mund të rinovojë mirëkuptimin dhe angazhimin tuaj. Në frontin e shëndetit, ekuilibri është parësor. Integroni meditimin ose jogën në rutinën tuaj për të rritur paqen e brendshme. Angazhohuni për kujdesin ndaj vetes dhe për këdheljen për të ruajtur mirëqenien. Akrepi. Ndërsa kozmosi rreshtohet sot, çështjet financiare dhe vlerat personale vinë në fokus të mpret. 4 janari 2026 është një ditë për të rivlerësuar buxhetin tuaj dhe për të marrë në konsiderat se si shpenzimet tuaja përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Ndikimi i hënës ju inkurajon të eksploroni burimet dhe borxhet e përbashkëta në mënyrë objektive. Është një kohë e shkëlqyer për të planifikuar për sigurinë e ardhshme. Profesionalisht, shfrytëzoni talentet tuaja natyrore hetuese për të zbuluar njohuri që mund të çojnë në përparime ose përmirësime. Pozicioni i diellit sugjeron se mund të lindin mundësi në fusha për të cilat keni qenë të apasionuar. Në dashuri, komunikimi është thelbësor, veçanërisht nëse po lundroni nëpër emocione komplekse ose keqkuptime. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje magnetike drejt individëve misterioz ose intensiv. Për çiftet, eksplorimi i interesave të përbashkëta ose planifikimi për të ardhmen mund të forcojë lidhjen tuaj. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në detoksifikim dhe rigjenerim, qoftë përmes dietës apo teknikave të relaksimit mendor. Balanconi pragmatizmin me vetanalizëm për të mbajtur energjitë që rrjedhin në mënyrë harmonike gjatë gjithë ditës. Shigjetari.
Kërkimi për njohuri dhe përvoja të reja përcakton ditën tuaj më 4 janar 2026. Me Jupiterin, planetin tuaj sundues, që rrit mundësitë për të mësuar dhe rritur. Kjo është koha e përsosur për të filluar një kurs, projekt ose plan udhëtimi të ri. Zgjerimi i horizonteve mund të çojë në njohuri të vlefshme dhe aventura emocionuese. Profesionalisht, entuziazmi juaj mund të frymëzojë kolegët, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për bashkëpunime që kërkojnë vizion dhe optimizëm. Financiarisht, investimi në arsim ose avancim në karrierë mund të sjellë përfitime të konsiderueshme. Në marrëdhënie, natyra juaj spontane mund të tërheqë individ me të njëjtat interesa, veçanërisht për shigjetarët beqar. Personat e përkushtuar mund të planifikojnë një takim aventuresk, duke ringjallur pasionin e zjarrt në partneritetin e tyre. Ndikimi i hënës sugjeron që emocionet janë të larta. Përqafojini ato dhe eksploroni atë që zbulojnë për dëshirat tuaja më të thella. Për të ruajtur energjinë tuaj, përfshini aktivitete në natyrë ose sporte në ditën tuaj. Kërkoni ekuilibrin duke u mbështetur në meditim ose duke u lidhur me natyrën, duke ushqyer trupin dhe shpirtin tuaj njësoj. Britsjapi, 4 janar 2026. Është një ditë për të kanalizuar fokusin tuaj në qëllimet e karrierës dhe ambicjet personale. Me diellin që nxjerr në pas sektorin tuaj të vetëdisiplinës, është koha për të artikuluar aspiratat tuaja dhe për të vënë në lëvizje plane strategjike. Yjet favorizojnë punën e palodhur, këmbënguljen dhe vëmendjen ndaj detajeve. Prandaj kushtojuni detyrave që do ta çojnë karrierën tuaj përpara. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm dhe shpenzimet konservatore do të sjellin përfitime afatgjata. Marrëdhëniet mund të gjejnë ekuilibër përmes komunikimit të strukturuar dhe kufive të qartë, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Ndikimi i Venusit rrit sharmin, duke lehtësuar ndërveprime më të buta si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Beqarët mund të tërhiqen nga individ që shfaqin pjekuri dhe përgjegjësi. Për çiftet, ambiciet e përbashkëta mund t'ju sjellin më afër. Sa i përket shëndetit, disiplina shtrihet në rutinat e mirëqenies. Përqendrohuni në ruajtjen e qëndrueshmërisë fizike përmes ushqyerjes së ekuilibruar dhe ushtrimeve. Ndërsa dita mbaron, kënaquni me praktika reflektuese si mbajtja e një ditari ose meditimi, duke i përshtatur mendimet tuaja me aspiratat tuaja si për rritje ashtu edhe për stabilitet. Ujori, energjia e 4 janarit 2026, nxit kreativitetin dhe inovacionin, duke përgatitur skenën për ide unike dhe projekte origjinale. Ndikimi i hënës ju inkurajon të lidheni me vizionin tuaj të brendshëm dhe të shprehni individualitetin tuaj. Është një ditë e fuqishme për seanca idesh ose për të filluar iniciativa krijuese që pasqyrojnë qasjen tuaj jo konvencionale. Krijimi i rrjeteve mund të sjellë aleat të habitshëm, veçanërisht me Mërkurin që përmirëson aftësitë e komunikimit. Ndani idetë tuaja me besim, por qëndroni fleksibël ndaj reagimeve konstruktive. Në marrëdhënie, mendja e hapur do të forcojë lidhjet ndërpersonale. Beqarët mund të gjejnë mundësi interesante me dikë që i sfidon dhe i frymëzon intelektualisht. Për ata që janë në partneritete, eksplorimi i interesave të reja së bashku mund të rigjallërojë lidhjen tuaj. Financiarisht, mendoni në mënyrë krijuese për të maksimizuar burimet dhe për të eksploruar rrugë jo konvencionale të ardhurave. Jepini përparësi mirëqenies mendore duke u shkëputur nga shpërqendrime digjitale, duke u angazhuar në praktika meditative ose duke shijuar hobi artistike. Balanconi aktivitetet e përditshme me kujdesin për veten, duke siguruar që mendja dhe trupi të jenë të harmonizuara dhe të energjizuara për sfidat që ju presin. Peshqit, 4 janar 2026, është një ditë për të zhytur në thellësitë e emocioneve dhe kreativitetit tuaj të brendshëm, të udhëhequr nga ndikimi i Neptunit. Kjo është një kohë ideale për introspeksion, shprehje artistike ose eksplorimin e praktikave shpirtërore. Intuita juaj është rritur, duke ju lejuar të lundroni në peizazhe emocionale me hir dhe mirëkuptim. Profesionalisht, jeni të hapur për bashkëpunim me ata që ndajnë idetë tuaja vizionare. Puna në grup mund të japë zgjidhje krijuese dhe mundësi të reja. Financiarisht, besoni instinkteve tuaja, por shmangni investimet idealiste pa kërkime të plota. Në dashuri, lidhjet e thella emocionale janë të mundshme. Beqarët mund të gjejnë partner potencial përmes interesave të përbashkëta artistike ose shpirtërore. Ata që janë në marrëdhënie mund të thellojnë lidhjet përmes bisedave shpirtërore dhe ëndrave të përbashkëta. Ndërsa pasditja përparon, jepni përparësi kujdesit për veten duke u angazhuar në aktivitete që rigjallërojnë shpirtin tuaj, të tilla si muzika, arti ose natyra. Balanconi empatin me kufit për të ruajtur stabilitetin emocional.
Praktikimi i vetëdijes ose meditimi do të ndihmojë në harmonizimin e botës suaj të brendshme, duke nxitur qetësinë dhe qartësinë ndërsa ecni përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.